8. Besimi islam, imani. Muslimani është i detyruar të mësoj dhe me arsye e zemër ta miratoj besimin islam apo imanin. Besimi është pranimi dhe pohimi i të gjitha urdhresave të Allahut xheleshanuhu, të cilat i ka përcjell me anë të pejgamberit ton, Muhamedit alayhi salam. Besimi islam përbëhet prej 6 të vërtetave thelbësore të fesë, të cilat në gjuhën e përditshme i quajmë 6 të vërtetat apo 6 shartet e imanit. Ato janë: Amentu billahi, unë besoj në Zotin, krijuesin e botëve, wa melaiketihi, në melaiket, engjëjt e Zotit, wa kutubihi, në kitabet, librat e Zotit, wa rusulihi, në të dërguarit, pejgamberët e Zotit, wal yaumil akhiri, në ditën e fundit, ahiretin, wa bil qadari, khairihi wa sharrihi, min Allahi Ta'ala, dhe çdo gjë që ndodh me vullnetin dhe përcaktimin apo kaderin e Zotit. Ai njeri që nuk beson në të gjitha të vërtetat e besimit, nuk është musliman. Drita. Një natë, si që kishim zakon, pasi babai im ishte kthyer nga xhamia dhe i kishte falur akshamin, e pyeti nënën: Mori, a është darka hazër? Po, o njeri, tash do ta vë sofrën, ju përgjigj nëna. Motrat e ndihmuan nënën e bashkë me to edhe unë, dhe kështu, me të shpejt sofra ushtrua. E gjithë familja jonë që numëronte 5 antar, ishim ulur rreth sofrës së vogël. Darkën që kishte përgatitur nëna ime, që për ne ishte më e mira në botë, ishim duke ngrënë me lezet. Duke bërë muhabete, duke ngrënë darkën, kur ja për njëherë u fikën dritat. Mbetëm në errësirë. Syrin nuk e shihte. Babai, Allahu i dhash selamet atij, kishte shumë dëshirë që të i shfrytëzonte rastet e këtilla. Ai vërtet nuk ishte i shkolluar, por megjithatë, vitet e kishin shkolluar shumë. Edhe me këtë rast, siç e kishte tradit, e vuri gurin në vendin e vet. Pasi u kollit për të sjellë qetësinë dhe për ta kthyer vëmendjen ka ai, filloi: O fëmijë të babës, a shihni se si u ndal drita dhe si mbetëm në errësirë? Aq sa nuk po mundemi as ta shohim njëri tjetrin. A mund të më thoni se kur ishte më mirë, kur kishte dritë apo tani pas ju fikën dritat? Të gjithë një zëri ju përgjigjen: Kur kishte dritë ishte më mirë, o bab. Më pas vazhdoi: Kështu është edhe me rrugën e drejtë, me rrugën e Allahut. E gjithë ajo është dritë. Andaj edhe të nxjerr në dritë, në xhenet, i cili i tëri është dritë. Errësira me babën është rruga e dreqit që ju çon në errësirë, në xhehenem. E xhehenemi është i errët. Në qoftë se e doni dritën, mos e harroni Allahun dhe shkoni rrugës së tij. Edhe kësaj radhe babai e shfrytëzoi rastin dhe na e dha këtë këshill të bukur. Fjalët e tij u varën në kokën tonë, siç varen vathët në vesh. E ne shtuam: Ne e duam dritën dhe rrugën me dritë. Ne e duam xhenetin që është dritë. O Allah, ne friksohemi prej errësirës, andaj na shpëto nga errësira. Përderisa ne bënim këto biseda, nëna e kishte ndesur llambën e gazit dhe vari në mur, kurse ne vazhduam të ham darkën me dritë. E vërteta e parë e besimit. Amentu billahi, unë besoj në Zotin. E vërteta e parë e besimit është amentu billahi, që do me thënë, unë besoj në Allahun xheleshanuhu, krijuesin dhe sunduesin e botëve. Çdo gjë që shohim në tokë dhe në qiell është e krijuar dhe e bukur është rregulluar. Çdo gjë zhvillohet dhe lëviz në harmoni të plotë. Asgjë në gjithësi nuk është e rastit. Të menduarit për rendin e përkryer në natyrë na çon te besimi se ka një Zot të vetëm, i cili sundon botët.
Studimi i natyrës dhe i dukurive në të na mëson se ka një Zot të vetëm, i cili di gjithçka dhe ka fuqi mbi çdo gjë. Allahun e njohim dhe e besojmë sipas cilësive të tij të përmendura në Kur'an. Po i përmendim disa. Allahu është dhe ekziston. Allahu është një. Allahu është i ngahershëm dhe nuk është i lindur. Allahu është i përhershëm dhe nuk do të vdes. Allahu nuk i përngjan askujt. Allahu ekziston vetvetiu. Allahu ekziston me veten e vet të mshueshme. Allahu çdo gjë e di, e dëgjon dhe e sheh. Allahu çdo gjë e bën me vullnetin e vet të plot. Allahu çdo gjë e krijon, e mban në ekzistencë dhe e shkatërron. Në Kur'an thuhet: thuaj, ai është Allahu, një, i vetmi. Allahu është mbrojtës i gjithkujt. Nuk ka lindur as është i lindur. Askush nuk i përngjet atij. Kur e përmendim emrin e Allahut, duhet thënë ndonjëra prej shprehjeve falendëruese për të, sikurse Gjelle Shanuhu e të tjera. E vërteta e dytë e besimit. Wa malaikatihi. Unë besoj në melaiket e Zotit. E vërteta e dytë e besimit është wa malaikatihi, që do me thënë, unë besoj në melaiket, engjëjt e Zotit. Melaiket janë krijuar para njeriut, janë qenie të padukshme shpirtërore, të krijuara nga drita, të cilat asnjëherë nuk gabojnë, por gjithnjë me kënaqësi kryejnë detyrat që Allahu u cakton. Ata nuk kanë gjini, nuk kundërshtojnë urdhrin e krijuesit, nuk lodhen as nuk bezdisen duke zbatuar urdhrat, nuk ushqehen me ushqim organik sikurse njerëzit, por ushqimi i tyre është ibadeti, për kushtimi i thellë. Me urdhrin e Zotit, melaiket mund të transformohen në gjëra materiale apo në njerëz. Numrin e tyre e di vetëm Allahu xhelle shanuhu, por ai numër mjafton për të funksionuar çdo gjë në gjithësi. Melaiket kryesore janë Gjibrili ose Gjebraili, i cili sjell nga Zoti shpalljen për të dërguarit. Mikaili, i cili kujdeset për furnizimin, funksionimin e dukurive natyrore e të tjera. Israfili, i cili bën njoftimin për fundin e botës dhe fillimin e ringjalljes. Azraili, ose meleku i vdekjes, i cili kujdeset që me urdhrin e Zotit t'u marrë shpirtrat njerëzve. Ka dhe melajke të tjerë me obligime të ndryshme sipas urdhrit të Zotit të Madhërisëm. Përveç melajkeve ka dhe krijesa të tjera të padukshme, siç janë gjinët, nga të cilët ka të mirë dhe të ligë. Ka edhe djaj apo shejtan, të cilët luajnë rol negativ dhe janë armiq të njeriut dhe të Zotit. E vërteta e tretë e besimit. Wa kutubihi. Unë besoj në librat e Zotit. E vërteta e tretë e besimit është wa kutubihi, që do me thënë, unë besoj në librat e Zotit. Librat e Zotit, kitabet, janë shpalljet hynore, të cilat njerëzve u apërcollën pejgamberët e Zotit. Në to përfshihen udhëzimet, këshillat dhe dispozitat për njerëzit dhe detyrat fetare, që Allahu i dërgoi njerëzimit gjatë historisë, që të i drejtojë dhe të i pengojë nga e keqja. Ademi a.s. është njeriu i parë i cili mori porosi hynore, kurse Muhamedi a.s. është i fundit që mori shpallje nga krijuesi i tij. 4 librat e mëdhenj janë Tevrati, i shpallur Musait a.s., Zeburi, i shpallur Daudit a.s., Injili, i shpallur Isait a.s., Kur'ani, i shpallur Muhamedit a.s. Krahas librave të mëdhenj ka pasur edhe shpallje të tjera, të vogla, si fjalët, trajtesat, fletët, pllakat, të cilat u janë shpallur të dërguarve të Zotit para Muhamedit a.s. Libri ynë i shenjtë është Kur'ani, i cili i u shpall Muhamedit a.s. për ta bërë njerëzimin të lumtur në këtë dhe në botën tjetër.
Kurani është kod ligjor dhe udhëzues për muslimanët. Muslimanët duhet ta lexojnë atë dhe të pasojnë urdhrat e tij. Ai është i lehtë për t'u përvecuar, por edhe për t'u praktikuar. Ai është burim i mirë për arritjen e dijes dhe i pashtershëm për të gjithë brezat deri në ditën e gjykimit. E vërteta e katërt e besimit. Wa rasulihi. Unë besoj në të dërguarit e Zotit. E vërteta e katërt e besimit është wa rasulihi, që do me thënë, unë besoj në të dërguarit e Zotit. Të dërguarit e Zotit janë njerëz të zgjedhur, të cilëve Zoti u ka dhënë shpalljet e tij që t'u përcjellin dhe shpjegojnë njerëzve. Ata kanë njoftuar për urdhrat, ndalimet, lejmërimet, për pejgamberët e hershëm e të tjerë. Ata janë ndërmjetës për të i shpëtuar njerëzit nga besimet e kota, për të i larguar njerëzit nga adhurimet e gabuara, që të jenë të lumtur në këtë botë dhe në botën tjetër. Gjatë historisë ka pasur shumë të dërguar, apo siç i quajmë ne, shumë pejgamber, kurse më të njohurit janë Ademi, Nuhu, Ibrahimi, Musai, Isai dhe Muhamedi alayhi salam. I dërguari i parë dhe njëkohësisht njeriu i parë në tokë ka qenë Ademi alayhi salam, kurse i dërguari i fundit është Muhamedi alayhi salam, vule pejgamberëve dhe mëshirë për të gjitha botët. Pas tij nuk do të ketë krijesa të tjera që u transformuan me njerëz më vonë, siç mashtrojnë disa fe idhujtare apo disa ideologji të kohës. Është tipar i të gjithë të dërguarve që ata flasin të vërtetën, janë të drejtë e të përpikt dhe të besueshëm në shpjegimin e fesë, janë të zgjuar, të mençur dhe bujar të pashoq. E vërteta e pestë e besimit. Wal yawmil akhiri. Unë besoj në ditën e fundit. Bota në të cilën jetojmë është e krijuar dhe ka fundin e saj. Përveç kësaj bote kalimtare, ka edhe botë tjetër. Bota e përhershme apo ahireti. Dita e fundit është çasti kur kjo botë do të shkatërrohet dhe të gjithë njerëzit dhe krijesat e tjera do të vdesin, do të zhduken. Por vdekja nuk është fundi i jetës, por është jeta e re apo ndryshimi i mënyrës së të ekzistuarit. Dita e gjykimit është kur krijuesi do të jap leje për të filluar jeta e amshueshme, ndërsa të gjithë të vdekurit do të i ringjallë dhe gjykoj për veprimtarinë e tyre në botën kalimtare. Çdo njeriu në ditën e gjykimit do të i prezantohen veprat e tij të mira dhe të liga nga bota kalimtare, për të cilat do të shpërblehen me xhenet apo do të ndëshkohen me xhehenem. Xheneti është një realitet në ahiret, në të cilën besimtarët do të shpërblehen përgjithmonë me dhuratat e Zotit, sipas meritave të fituara. Xhehenemi është gjithashtu realitet, në të cilën mëkatarët do të ndëshkohen sipas fajit që kanë. Mëkatet më të rënda janë mosbesimi i Zotit, kufri, ose besimi në shumë zota, shirku, dhe për këto mëkate nuk ka falje. Allahu i Madhërisëm është i vetmi që e di fundin e kësaj bote. Këtë dije nuk e ndan me asnjë krijesë, as me pejgamber, as me melaike. E vërteta e gjashtë e besimit. Wa bil qadri khairihi wa sharrihi min Allahi Ta'ala. Unë besoj se çdo gjë që ndodh me vullnetin dhe përcaktimin e Zotit. E vërteta e gjashtë e fesë është wa bil qadri khairihi wa sharrihi min Allahi Ta'ala, që do me thënë, unë besoj se çdo gjë që ndodh me vullnetin dhe përcaktimin e Zotit. Besimi në përcaktimin e Zotit do me thënë angazhimi ynë i vetëdijshëm përse ndërtimin e obligimeve jetësore në kufijtë e rregullave të fesë Allahut. Përcaktimi i Zotit duhet kuptuar si vijon. Allahu i gjithfuqishëm ka krijuar çdo gjë, qiejt dhe tokën, dhe ai përcakton çdo gjë në to. Ai është shkaku i të gjitha shkaqeve. Atë nuk mund ta pengojë asgjë në vullnetin e tij. Përkundër këtij fakti, ai njeriut i ka dhënë vullnet të lirë të pjesshëm, që njeriu të ketë mundësinë e përcaktimit për ndonjë vepër. Nëse veprojmë drejt,
do të shpërblehemi, e nëse veprojmë gabimisht, do të ndëshkohemi. Mëkatari nuk do të mund të arsyetohet për gabimet e bëra, sepse me vullnetin e tij të lirë ka zgjedhur veprën. Nëse na godet ndonjë fatkeqësi, sëmundje apo e keqe, duhet bërë durim. Edhe durimi do të shpërblehet. Është obliguese që të këqijat që kërcënojnë të na godasin të i eliminojmë nëse mundemi dhe të i lutemi Allahut xhaleshanu për ndihmë e lehtësi. Nën, më fol për Allahun. Nën, a mund të më flasësh për Allahun xhaleshanu? E luti Omeri. Çfarë dëshiron të dish për Allahun xhaleshanu, o bir? E pyeti Oma. Dua të di gjithçka për Allahun xhaleshanu, i tha Omeri. Nëna buzëqeshi. Askush nuk di gjithçka për Allahun xhaleshanu. As ti e as babai nuk dini? E pyeti i habitur djaloshi. Nuk dim as ne, e as që mund të di ndokush gjithçka. Pse? Nga që disa gjëra janë aq të mëdha, sa që arsye janë njerëzore as që mund të i mendoj, e as të i përfshi. E gjitha që dim për krijuesin ton është ajo që na ka informuar nëpërmjet librit të tij, Kur'anit të Madhërisëm, dhe me anë të dërguarve të tij. Djaloshi tha qetë. Nëse është ashtu, atëherë më trego atë që di ti. Nëna buzëqeshi dhe me dashamirësi filloi të i rrëfente.